tek akuzat që i bën Berishës opozitës për shkak se promovon tezën ose idenë e Shqipërisë si narkoshtet. Le të ju kërkojmë atyre të sjellin ndonjë argument i cili rrezon që nuk është narkoshtet. Që Shqipëria nuk është narkoshtet. I vetmi argument të cilin ata kanë argument, domethënë vetë gjë që ata kanë artikuluar deri tani është se ata opozita dhe Berisha po i bëjnë keq Shqipërisë, po dëmtojnë imazhin e Shqipërisë. Por kjo tezë tyre është jashtë terrenit, është jashtë argumentit. Nuk është tezë, nuk është argument fare. Kam unë një pyetje për ty. Për shkak se del jashtë diskutimit fare, domethënë. Hajde le të kthehemi te diskutimi. A ka ndikuar kjo situatë, ky raport i shtetit me krimin në rrugtimin, atë që është rrugtimi besoj më rëndësishëm i Shqipërisë, është rrugtimi drejt Bashkimit Evropian. Duke nisur nga 2013 deri në ditën e sotme. Pra mos gabojmë na u deshin 10 vite, mos më thonë më shumë, se teknikisht do të ishin hapur që në 2013 negociatat. Pra, a është ky raport, a është kjo situatë, a është kjo panoramë e cila e ka penguar Shqipërinë në rrugtimin evropian? Në mënyrë absolute ka qenë një ndër arsyet kryesore që ka qenë në themel të gjithë argumente që jam i sigurt që të gjitha qendrimeve që kanë pasur vendet evropiane në 2015, siç e diun personalisht, ishte Holanda ajo që vuri veton për mos çelje negociatat me Shqipërinë. Pse? Sepse në atë kohë ishte autoritetet holandeze që sillnin informacione për bandat. Jo, përveç kana ishin institucionet holandeze që sillnin informacione për bandat që operonin në Holand, bandat shqiptare, dhe që i vinin informacione Shqipërisë për të ndaluar asetet dhe sigurisht edhe për të goditur kur ata ktheheshin, dhe çfarë ndodhte? Rezultoi në fundore që këto informacione vetëm që nuk përdoreshin siç duhet i përdori disa autoritete ligjzbatuese, por këto informacione u jepeshin vet bandave, duke i vënë ata në dieni që kujdes atje juve, po ju hetojnë. Pikërisht ky është narkoshteti. Prandaj themi që Shqipëria është një narkoshtet, sepse është një lidhje e ngushtë midis politikës dhe bandave. Në asnjë vend tjetër, demokraci, një vend që aspiron të shkojë drejt Bashkimit Evropian, e u thatë me drejt që ka 10 vjet që këto duan të hapin negociatat, edhe nuk janë budallëj, edhe politikanët evropian, prandaj nuk e bëjnë, pavarësisht se luajnë një lojë që për mendimin tim është një lojë fliqur, po megjithatë kjo është diçka tjetër, është një temë në vete. Tani në 2015 billet kanabis. Në 2015 qeveria është mbledhur dhe ka diskutuar për strategjinë e kanabizimit të vendit. Sipas zëvendës kryeministrit, ministër në atë kohë ka qenë ministër financash apo ministër i ekonomisë, thotë se vetëm 5 ministra ishin kundër, të tjerët ishin pro. Po kjo është shumë e tmerrshme, domethënë të diskutojë një qeveri se do bëjmë një gjë tepër të paligjshme, domethënë një gjë kriminale me vendim qeverie ose me diskutim ose me akord qeverie. Kjo nuk mund të ndodhë. Megjithatë, ata që janë kundër tezës së narkoshtetit thonë se kjo nuk e përforcon tezën e narkoshtetit, e lëm ashtu. Qeveria mblidhet dhe bisedon për kanabizimi implementohet, jo vetëm implementohet 1 vit, po implementohet 4-5 vite dhe gjurmët e atij implementimi vazhdojnë edhe sot pothuajse në të gjithë Shqipërinë, por megjithatë mendojmë se nuk është narkoshtet. Sërish zëvendës kryeministri thotë se kryeministri i vendit ka një pikë kontakti me bandat ose me grupet më të mëdha, më të rëndësishme kriminale, të cilat nuk janë thjesht grupe kriminale, se kur themi grupe kriminale ne edhe zvoglojmë kapacitetet dhe aftësitë e tyre. Në fakt ato janë grupe kriminale investuese dhe financiare, për shkak se kanë gjetur një terren shumë të lehtë për të investuar paratë e krimit në ekonominë shqiptare. Thotë se kryeministri ka një pikë kontakti me këto grupe kriminale. Aq më tepër, është edhe një gjë që ne në fakt na ka rënë në sy, që grupet kriminale janë shumë në paqe njëri me tjetrin në Shqipëri. E thot zëvendës kryeministri që thotë se atë grupet kriminale thotë neutralizohen ose sherrët midis tyre neutralizohen nga kryeministri, i cili u thotë që kujdes mos më hapni të lashe, rrini unë ju mbështes ato si thua kërkesat e tyre ose ambicet e tyre, qoftë edhe për ekonominë, po qoftë edhe për rrugët e tyre të krimit. Edhe kjo nuk është argument për qenë narkoshtet, nuk e kuptoj. Megjithatë, le të vazhdojmë me metamorfozën. Metamorfoza ka një moment është shumë interesant. Ne ndoshta e kemi diskutuar në studio edhe më herët. Ka një moment ku investitori strategjik thret deputetën e Partisë Socialiste dhe thotë keni mbledhjen e Partisë Socialiste të qarkut sot. Po, si mund shkosh ti atje, thotë, hajde një herë këtu, thotë. Dhe pastaj thotë, shkon mbledhje, thotë, ju themi një herë se çfarë ne kemi ndërmend. Çfarë qëndrimi kemi ne dhe çfarë na duhet ne, dhe pastaj shkon mbledhje dhe ata ta kuptojnë këtë gjë.
kjo është e guximshme edhe për vendet e Amerikës Latine për të bërë, jo më për në Shqipëri. Megjithatë, personi i cili thoshte këto gjëra, praktikisht tani është në burg, por përpara se të ishte në burg, ishte caktuar investitor strategjik në Shqipëri. Në dosjet e tjera, të cilat lidhen kryesisht me Shqipërinë e mesme, domethënë Durrës, Laç, pak Veri, domethënë, kanë të bëjnë komisari. Si ndodh që një komisar policie kapet duke transportuar, duke shëtitur ose duke bërë guid krye kriminale që kishte 20 e sa vite që në fakt po kërkohej në Shqipëri, dhe gjithmonë ndodh që në atë komisariat shkojnë gjithmonë njerëz të cilët në një farë mënyrë përmbushin interesat e grupeve kriminale në atë zonë. Kush i cakton komisarin në atë qytet? Drejtori i përgjithshëm i policisë. Si ndodh për shembull që i vetmi sherr që ka ndodhur është në sherri që ka ndodhur në bandat e Elbasanit, si ndodh që njëra banda arrestohet, tjetra nuk arrestohet, ndërkohë që përgjigjet zbardhin një ndërhyrje të njerëz për bandave që do të thonë me hiq qafa ato ose nuk do keni më vota. Sepse ndoshta ne do mësojmë dikur që banda që nuk arrestohet i vendosi kusht kryeministrit që të arrestohet banda rivale për bashkëpunim elektoral. Kujt ja kërkoi këtë gjë? Nuk ka qenë prokuror. Ai po të kishte qenë prokuror nuk do kishin dalë ato përgjigje. Është shumë e sigurt. Ka qenë politikan, një politikan shumë i rëndësishëm, i cili kishte mundësi ta ndikonte edhe vetë prokurorin ose prokurorin për të evaduar bandat kriminale nga Elbasani sipas nevojave të bandave të tjera në Elbasan. Edhe kjo nuk qen ka argument se Shqipëria është narkoshtet. Tani ata që i dalin përballë kësaj teze dhe kërkojnë që ta arrëzojnë këtë tezë, duhet na sjellin ndonjë argument përveç argumentave të cilët mund t'i bëjnë vetëm miqtarët e Shqipërisë së pamposhtur në breg të Adriatikut, shumë kohë më përpara, të cilët ankoheshin për çdo gjë për Shqipërinë e zezë, po që çdo gjë që thuaj për Shqipërinë thoshin se ishte për të prishur i mazhin. Është një retrospektiv që na vjen natyrisht me një gjuhë tjetër, na vjen me një kontekst po aq rrezikshme, po shumë rrezikshme dhe ndoshta është edhe infiltrimi i paras, ndoshta është edhe investimet që janë bërë në të zezë, por unë nuk mendoj se disa prej tyre të cilët i mëshojnë kësaj teze janë të investuar përmes paras. Natyrisht janë të investuar përmes pushtetit dhe kjo nuk e përjashton edhe paran, por nuk them se janë të investuar përmes paras së zezë, por përmes paras pushtetit janë të investuar. Këtu ke parat në fakt duhet të qëndrojë dhe unë Samir. Dhe duke qenë të investuar përmes paras pushtetit, ata përpiqen që të mundësisht se këtu debati, pse po ndodh ky debat domethënë, po debati po ndodh sepse ka ndodhur diçka me zgjedhje, ka ndodhur një diçka e rëndë. Dhe për sa kohë ka ndodhur kjo gjë e rëndë me zgjedhjet, dhe ne kemi këto argumente të cilat i futin trafikun, drogën dhe kriminalitetin brenda zgjedhjeve, ne kemi të drejtë të flasim. Po çfarë po thonë ata tani? Përveç kësaj tezës, antitezës kundër narko-shtetit, ata kanë edhe këtë tjetrën, që zgjedhjet janë çështje pushteti. Domethënë, opozita thotë që ne humbëm zgjedhjet dhe përufton që të rikuperojë atë humbje për shkak se ka humbur pushtetin Berisha, ka humbur pushtetin Partia Demokratike. Zgjedhjet nuk janë çështje pushteti. Dhe kjo është, nëse ata i mëshojnë kësaj teze, duke paraqitur zgjedhjen si çështje pushteti, në fakt çfarë bëjnë? Arrin ta neutralizojnë si një problem demokracie ose si një problem të drejtave në vend. E vendosin përballë Berishën me Ramën, Partitë Socialiste me Partinë Demokratike dhe në një farë mënyrë zvoglojnë fushën. Por nuk është kështu. Dhe gjitha ajo çfarë po bëjnë ata, janë duke vendosur, si thua, ta bel qitje o Ramën o Berishën. Nuk është kjo, zgjedhjet në Shqipëri nuk janë problemi i pushtetit, janë problem i demokracisë, janë problem i zgjedhjes që ne kemi bërë në anën tjetër. Të jemi vend demokratik apo të jemi vend narkoshtet, me oligarki apo shtet diktatorial apo paradiktatorial apo postdiktatorial me gjitha ato sëmundjet e diktaturës.